Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Zoti zgjedh profetët e tij. Zoti zgjodhi profetët midis pasardhësve të tij e u mori premtimin ta bënin fe mesazhin e zbulesës së tij. Por kaluan kohë e dolën njerëz që e shpërdorën besimin e tij e se e përfillën pozitën e tij duke i vënë idhuj për krah. Shejtani shmangte nga njohja e tij e i mbante larg adhurimit të tij. Atëherë Zoti nisi drejt tyre ushtrinë e lajmëtarëve dhe profetëve të tij për t'u kujtuar të përmbushnin zotimet e marra si krijesat e tij, për t'u sjellë në mend mirësitë e tij, për t'i këshilluar me predikim, për t'i zbuluar virtytet e heshtura të urtësisë e për t'u doftuar shenjat e gjithfuqishmërisë së tij. Dhe ata folën për qiellin që lartohet mbi ta, për tokën që kanë nën vete, për mjetet e jetesës që i mbajnë gjallë, për vdekjen që i vdes, për lëngatat që i mplakin, e për telashet e fatkeqësitë që u bien mbi kokë njëra pas tjetrës. Zoti nuk e la kur krijimin e tij të mbetej pa profet të dërguar prej tij, pa libër të zbritur prej tij, pa argument të pakundërshtueshëm apo pa thirrje të përhershme të qartë. Prandaj lajmëtarët e tij nuk ndiheshin të vegjël për shkak të numrit të tyre të vogël apo të numrit të madh të atyre që i mohonin. Midis tyre do ndodhej gjithmonë një paraardhës për të emëruar pasuesin e tij apo një pasardhës i paraqitur nga pararendësi i tij.